Qeveria e Japonisë ka miratuar një buxhet rekord të mbrojtjes, ndërsa tensionet me Kinën vazhdojnë të rriten, me Pekin që këtë javë akuzoi Tokën për nxitje të një gare të armatimit hapësinor. Projekt buxheti mbrojtjes për vitin e ardhshëm fiskal, i miratuar të premten, është më shumë se 9 trilion yen ose 58 miliard dollar dhe 9.4% më i madh se buxheti i vitit të mëparshëm, i cili do të përfundojë në prill. Rritja vjen në vitin e 4 të programit 5 vjeçar të Japonisë për të dyfishuar shpenzimet e saj vjetore të armëve në 2% të PPB-s. Kanë buxheti përqendrohet në forcimin e aftësisë së kundërsulmit dhe mbrojtjes begletare me raketa si profesorë dhe arsenale pa pilot. Për të mbrojtur brigjet, Japonia do të shpenzojë 100 miliard yen për të vendosur dron pa pilot, dron detar dhe në New York për mbikëqyrje dhe mbajtje sipas një sistemi të quajtur Buroja, të planifikuar për marsin e vitit 2028, kanë zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes. Rritja e buxhetit vjen mes përshkallëzimit të armiqësive mes qeverive kineze dhe japoneze. Pekini ka kundërshtuar vazhdimisht forcimin e mbrojtjes së Japonisë, por marrëdhëniet u përkeqësuan muajin e kaluar, kur kryeministja Sanae Takaichi, pasi Japonia ndoshta do të përfshihej ushtarakisht nëse Kina sulmonte Tajvanin si pjesë e planeve të Pekinit për të aneksuar territorin. Vërejtjet e Takaichit shkaktuan një reagim të furishëm nga Pekini, i cili nisi një sër masash hakmarrëse diplomatike dhe ekonomike. Takaichi refuzoi të tërhiqte komentet e saj dhe qeveria ka pohuar sa ato nuk përfaqësonin asnjë ndryshim në politikën mbrojtëse të Japonisë.